kaluar 12.2% ose 164 milion. Kjo pak a shumë reflekton situatën edhe me problemet me rritjen ekonomike. Gjithashtu te kategoritë të ardha është interesant se testimi më i madh është patimet direkte, domethënë që reflektojnë situatën konkrete të biznesit, ose pagat, patimin që tem dhe tatimi në ornat korporata, në fikime dhe të ornat koncesionare. Ndërkaq që shpenzimet, rënjet më të mëdha janë në subvencione dhe transfere, për shkak të problemeve në vonesat në rishikimin e buxhetit, por edhe me aprovimin e programit të rimkëmbjes, ligjit të rimkëmbjes, edhe problemi rënja shumë e madhe e shpenzimeve kapitale, edhe në jo të dikun janë 130 milion ma pak se që janë para bon për 9 muaj, do me thonë kemi vetëm 104 milion euro shpenzime kapitale gjatë deri në shtator. Po ndalem pak te programi i rimkëmbjes, kjo është ajo çështja kryesore. Ju e dini komponentat e këtij programi, ato 8 komponentat që kanë të bëjnë me çështjen financiare, bazën, statimonën, pikën, kushtimin, shtetit bujqësisë, stimulim kërkesës agregate, shtetit ndërmarrjeve publike, e tjera, dhe këto mosa pasandej janë zbërthyer 32 mosa konkrete, ne I kemi pasqyruar këto mosa zbërthyme në aneksin 4, dhe në përsim për ashtu kemë pas informata se të ajo e realizu këto mosa, dhe ato mund të shqinë një përsimit në aneksin 4. Dhe ajo të tregon se pasivi I këtyre mosave deri në fund të 3 mujorit 3 diktator ka qenë I limituar dhe parcial dhe në parashit njësër pengesash edhe vonesa. Por as sa kemi dhëna, efektet për dhënë ende për të dëshiruar, për shkak të vonesave edhe pengesave ligjore që nuk janë të kaluar ende në procedurat kuvendore. Tu ende nuk ka pas figuar zbatimi mosave që ndërlidhet me ligjin e rimkëmbjes që ka të bëjë me përmirësimin e kushteve të legitimit dhe lehtësit statimuesi dhe rritjen e kërkesës agregate. Gjithashtu duke në vend në zbatim mosat e parashikuara në fushën e subvencionimit të interesave, riprogramimit të kredive ose moratoriumit të tyre pa kosto. Pas kjo e ndërlidhur në bashkëpunimin me sistemin bankar dhe e teksuar shumë tepër e nevojshme nga bizneset të cilat ne kemi pasur kontakte këto ditë. Ka pasur një intervent të subvencionimi I paga dhe rritja subvencionimit për njësër produktesh bujqësore. Nuk janë ende prekshme dhe efektive masat për stimulimin e rritjes ekonomike dhe investimeve paralajmëruara të sektorit privat të ndërmarrjes publike. Në përgjithësi, përpjekjet e qeverisë për zbatimin e programit të rimkëmbjes ende bëhen në situatë të shpeshtuar dhe me pengesa e kjo ndikon në vonesë. Почему я кто пинать? Wait, спрятать. Praku kemi diskutim. Ne duhet të bëjmë zgjedhje më të vështira dhe një zgjedhje horizontale me kënaqësi të gjithë nga 50 euro me 100 euro nuk besoj se I kritikoj. Prandaj Kosova
dhe qeveria e Kosovës, por edhe tjerë, duhet të bëjnë ballë disa presioneve populiste të cilat domethënë ndikojnë që resurset të vet ashtu jo të shumta të Kosovës efekti tyre të jetë rënd për shkak të një shpërndarje tepër të madhe dhe selektive. Një problem të jetë serioz është këtu se këtu nuk shohim ndërlidhjen të domosdoshme midis boshtit shëndetësor dhe atij ekonomik. Nuk ka një indikacion për investimet të shpejta në konsolidimin e kapaciteteve të institucioneve shëndetësore në aspektin e kapaciteteve teknike, pajisjeve dhe kapaciteteve humane dhe përmirësimit të kushteve të punës tyre për të përballuar situata serioze që shkakton me COVID-19. Kjo si duket është një sfidë serioze dhe kërkon një nivel tjetër të intervenimeve që kemi pasur për 2 dekada. Përderisa rishkimi i buxhetit konsoliduar arriti të aprovohet në Konvent pas disa tentimesh votime në një vonesë paraqyshme, kryesisht të shkaktuar nga krijimi artificial i mungesës së forumit për ta votuar, ai megjithatë arriti të aprovohet pas një vonese prej më shumë se 2 muaj. Të njëjtin fat e kishte edhe ratifikimi disa marrëveshje ndërkombëtare që ndërlidhen edhe me komponent programit të ri ka kreditë dhe donacionet e jashtme prej 571 milion euro. Kjo është pasqyruar në aneksin 5 raportit dhe prej aty shohim se deri tani janë zotuar prej kësaj 571 milion 222 milion ose 20% prej tyre pa përfshirje 25 milion që ishte nga BE akoma. Programi RIMKM parashet që përveç këtyre 2 komponente të mobilizimit të fondeve, për programin e RIMKM-s nevojitet e ndryshimit të disa ligjeve. Qeveria zgjodhi që kjo të arrihet nëpërmjet ligjit për RIMKM ekonomike, që targetonte ndryshimin 6 ligjeve tjera që do të kishin një efekt kumulativ direkt ose indirekt i kurrë 435 milion euro. Aprovimi i këtij projekti ligjor asnjësi nuk po e gjen rrugën. Kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga dërgimi i tij në Kuvend dhe më shumë se 8 tentime votimi i tij, por krijimi i mungesës artificiale të forumit nuk ka mundur të aprovimi. Situata është përtej absurde dhe produkt i lufte politike aty ku mos paktu duhet të ketë luftë politike. Në situatat emergjente, që është me COVID-19, krahas cilësisë dhe vëllimit të intervenimit, ka shënëndësi dhe koha kur bëhet intervenim. Efekte e masa marrën, nëse ato e bërë në kohën e duhur, pasi që në atë rast parandalojnë vëllimin e krizës dhe efekte negative, kurse në situatën si kjo e jona, edhe nëse të aprovohen, do të merren me pasojat dhe eventualisht vetëm do të mund të zbusin pasojat negative që tani më ndodh. Situata e mobilitetit kuvendit për të marrë vendime është serioze dhe është duke servisuar vajtën e një status quo që rrezikon vendin në shumë aspekte. Serioziteti i kanosjes së COVID-19 në vonë dy, vonesat zbatim në programet të përgjithë situata edhe opozitën ndërkombëtare të vendit. Në dialogu me Serbinë dhe akuzat e domos specializuara të gjykatës speciale, në kushtet të një konfiguracioni të tillë në kuvend, i cili është përkuesi paralizuar marrjen e vendimeve për shkak të fragilitetit numerik të qeverisë dhe veprimit opozitor për te interesat të vendit. Prandaj, kjo situatë kërkon urgjentisht që liderët politikë të gjejnë një zgjedhje të përgjithshme deri te pasojat nuk janë bërë më të rënda dhe të pariparueshme. Duke pasur përballë këto konstatime, edhe vazhdim me rekomandime që kemi dhënë në korrekt, Instituti i Reinvest rekomandon savio e para, forcat politike në kuvend të dakordohen në mënyrë urgjente për zhbllokimin e funksionimit të kuvendit dhe marrjes së vendimeve lidhur me çështjet vitale të vendit, në këtë rast edhe për aprovimin e masave buxhetore, ligjore dhe tjera për të zbatuar programin e mbikëqyrjes ekonomike të mundësonte mobilizimin e burimeve financiare dhe si tatimore dhe çështjen e financim. Qeveria e Kosovës duhet të arrijë efektivitetin e zbatimit dhe të rishikojë programin e RIMKM-s, duke përshtatur atë në situatën më të re, e sidomos të shqyrtojë çështjen për zbatimin më selektiv të masave që intervenimet e saj në të shënjestrojnë segmentet e shoqërisë në nevojë më të mëdha në planin social, në planin integracion, po ka përshkruar e zbretjen se
Banka Qendrore e Kosovës dhe banka duhet të kryejnë kushtet për mediacion të marrës së kreditë dhe borxheve të biznesit. Nëpërmjet moratoriumit ose riprogramimit pak kosto të kredive, për derisa nuk të kaluar situata me COVID-19. 4. Banka Qendrore dhe banka duhet shojnë mundësi të uljes së nivelit tepër të lartë të volimit të kredive garanci hipotekare. Ne ide kemi një nivel tepër të lartë të hipotekave si garancionesh për kredite dhe kjo pastaj do ta ngarkojë eventualisht nëse përmbajmë situatën në fondin për garancionet kredive me infuzion free. 5. Qeveria dhe Ministria e Financës duhet të aprovojnë një plan banku afatmesëm dhe për fillim qysh gjatë vitit 2020 që të bëhet një rishigim serios. Ju faleminderit mos më zgjat më shumë informacion. Provokimin e aty raport për besoj se disa do të sqarojmë në këtë diskutim. Ju faleminderit. Atëherë faleminderit profesor për këtë prezantim. Unë po besoj që kanë nxit diskutim edhe tek pjesëmarrës të tjerë, por para se të hapi diskutimin, ndoshta kisha kalu fjalën Dhumbit për një reflektim në lidhje me pjesë që lidhen më shumë me shëndetësinë, prandaj do të hapim diskutimin. Dhumb. Përshëndetje, po dëgjoni? Po. Okej. Pikësvari faleminderit profesorit për një elaborim të shkëlqyeshëm edhe tepër gjithë përfshirës gjithë situatës në për cilën po kalojmë. Sidomos për detajet dhe hulumtimin shumë thelbësor sa i përket çështjeve ekonomike. Mua nuk më mbetet shumë me shtu sa i përket pjesës shëndetësore, vetëm se janë dy indikator tepër kritik me të cilët po përballet aktualisht Kosova, domethënë prim me numrin e vdekjeve si në raport me popullsinë, si dhe prim me numrin e infektimeve në testimet e bëra. Ky një indikator tillë na reflektojnë situatën që virusi mbetet i pakontrolluar dhe që vetëm qeveria me masat e veta nuk mund të kontrolloj shpërndarjen e virusit, por mendoj që do të ishin jashtëzakonisht dhe shumë nevojshme edhe kampanja tjera për vetëdijsimin e qytetarëve, për mbajtjen me një farë mënyre nën kontroll të shpërndarjes virusit, si dhe në anën tjetër ka nevojë edhe për ashpërsim mbase të disa masave tjera që kanë të bëjnë me tubime dhe të reflektojnë më shumë ndoshta edhe në përteja familjare e gjëra të tilla. Sepse mendoj vetëm me politika të mira edhe të dizajnuara adekuate për një kontrollim të denjë të virusit, neve nuk mund të kalojmë gjetën aktuale e cila, siç po shihet, ka vazhduar të prodhoj tronditje të mëdha tek tani në
pjesën e tretë, në 3 mujorin e tretë, po në base do vazhdoj kështu dhe në 3 mujorin e 4, nëse vala e dytë nuk do shë përfundime. Një shpresë është vaksina, por që edhe çështja e vaksinimit të popullatës varet edhe nga disa teste preliminare të 2 kompanive, Pfizer dhe Moderna. Qeveria nuk di nëse ka nisur procedurat e prokurimit që popullata e Kosovës të ketë qasje edhe në vaksinat cilat pritet të jenë të gatshme nga fillimi i vitit ardhshëm. Ndërsa sa i përket shpenzimeve në shëndetësi, edhe pse ato janë rritur, shkaku i të qenit të shtrënguar nga situata që ka prodhuar pandemia, ato mbesin dukshëm më të vogla nga vendet tjera të rajonit. Kështu që unë do të përfundoja diskutimin këtu, mbase pjesëtarët tjerë të këtij debati sot kanë edhe gjëra tjera për të shtuar, edhe në ndërkohë do të elaborojmë çështjet një nga një më pas gjithë së bashku në këtë debat. Faleminderit Alban, faleminderit profesor, ishte kënaqësi shumë me kontribu në këtë raport të për të nevojshëm këtë kohë jashtëzakonisht pagu. Faleminderit. Faleminderit Flon për këtë intervenim. Unë mendoj se te pjesa e krahasus për shëndetësi edhe në situatën me COVID-19 është esenciale me u thonë që numri raste aktive në raport me popullsinë, ne qëndrojmë relativisht më mirë se vendet rajonit për jashtë Serbinë. Mirë po numri i vdekjeve në raport me numrin të infektuarve është më i lartë në rajon, gjë që nuk është dashur me ose të paktën struktura demografike është dashur me sugjeru që e kundërta do të ndodhë. Mirë po kjo edhe një herë e vëm pa situatën besoj në mas të madhe në sektorin e shëndetësisë, e për cilin u fol edhe këtu që ka nevojë të ketë trajtim më adekuat. Sot në një raport që e kem martuar në disa muaj më herët në lidhje me këtë temë, e kem pa që Kosova e ka për pjesën e buxhetit për shëndetësi dikun të 3% e GDP-s, tash 3.4 si vjet edhe për shkak të projeksionit të rënjes së GDP-s. Mirë po është gati 2 fish më e vogël se sa vende të tjera që janë në fund të listës krahas Kosovës, do thotë dikun të 6% të mbi 6% Shqipëria dhe Maqedonia, ndërsa mbi 9% Serbia dhe Bosna, që në terma absolut jo është për pjesë shumë e madhe e buxhetit për shëndetësi. Por një prej problemeve që mbetet te indikatorët e trendit pandemisë është edhe niveli i ulët i testimeve, i cili përveç se në Shqipëri që është më i ulët në këtë rajonin, madje është si përqindje e shprehur në raport me popullsinë, diku ne kemi rri me destu 4-5% e popullsisë, që është 2 fish më e vogël se sa vendet tjera të rajonit, pra për jashtu Shqipërinë. Okej, atë unë po e hapi diskutimin, kushdo që do me kontribu me u përfshi në diskutimin. Ose në qoftë se ka dikush në i pyetje për metodologjinë e grumbullimit të dhënave dhe për konkluzat edhe rekomandimet që i nxjerr raporti, ose edhe me i sfidu ato, kish me nxit debat edhe brenda këtij forumi, po besojmë që ne do të sigurohemi që këto informacione i përcjellim edhe tek institucionet e Kosovës, edhe në komunikimin tonë drejt për drejt me përmes kuvendit, po dhe me qeverinë, që me ngritë edhe njerë alarmin për situatën jo të mirë me cilën përballëm me këto 2 boshte, qoftë ato shëndetësor, sepse para zgjedhjeve Covid është një krizë shëndetësore, po që efektet e mëdha negative po vrejnë në ekonomi.
Përshëndetje, Alban. Përshëndetje Gzim. Unë jam Gzim Gjikolli, për tjerë ndoshta që nuk njihem. Atëherë, faleminderit për ftesën në këtë trues për të diskutuar dhe këtij raporti. Në tonë drejtën nuk kom pas shumë kohë me u fut në raport, sepse morëm javën e kalume dhe disa çështje familjare, por në diskutim e sipër tash u tha që remitencat janë ngritur në periudhën e pandemisë. E kom has këtë poeme dhe të disa raporte tjera, por tash ndoshta ta diskutojmë gjithë së bashku këtu. Nëse mendoni se këto remitenca janë rrit vetëm sa i përket kanaleve zyrtare. Më thonë, vitet paraprake, familjarët janë ardhur në Kosovë, përpas që kanë dërgu remitenca në gjithë vitit, kur kanë ardhur atë periudhë në Kosovë, ju kanë lënë edhe në formë keshi ato remitenca familjarë. Dërsa çka ka ndodhur tash gjatë periudhës pandemisë, kryesisht kemi pa familjarë që nuk kanë mujtë më ardhë fare në Kosovë, më thonë dhe ka mundësi që krejt ato mjete janë transferu përmes sistemeve bankare edhe kanaleve zyrtare. Është pak, si them, kontraintuitiv me mendu që përderisa edhe Evropa ka kalu në për krizë, e bashkë me Evropën edhe diaspora jonë, që në këtë periudhë kanë mujtë me dërgu më shumë mjete, ndoshta se sa një vetë me zhvillim shumë më të ekonomikë. A na duhet pak ndoshta me question, me vdu në pyetje këtë të gjeturën se me të vërtet remitencat janë ngritur në periudhë. Çka mendoni? Jo si panelista, ndoshta po edhe dikush tjetër nëse do më kyç. Ndoshta nuk është e vërtet që për një remitenca janë mirë po duken. Tash kemi një zyrtarizim më shumë përmes kanaleve zyrtare të remitencave. Faleminderit gjithë. Ka që po ato në Alban? Faleminderit Gzim për pyetjen. Unë po besoj se pjesërisht në pyetje edhe në komentin e juaj dhe përgjigjes së paktën që është edhe qëndrimi jonë, është vërtet se ka një rritje të nivelit të dërgesave përmes kanaleve zyrtare, gjë që e kompenzon në një masë atë që profesori Marë ju referu shpenzimet edhe të turizmit diasporës që pjesëtar diasporës e bën gjatë kohës saj këtu, ose shpenzimet drejt për drejta në Kosovë. Mirë po kjo gjithashtu e konfirmon edhe atë që është tonë vijimësi për profilin e remitencave në Kosovë, që kanë karakter altruistik, pra janë kryesisht dërgesa që ju dërgohen familjarëve, që në si njësi individuale janë shumë relativisht vogla, edhe që kryesisht ndihmojnë për me financu një pjesë të konsumit për familje. Pra, kryesisht kanë këtë lloj karakteri dërgesat dhe gjatë kësaj kohe janë rritë. Besimi jonë është pjesërisht edhe për faktin se ata nuk kanë mujtë me ardhë dhe kanë vendosur që një pjesë tyne me dërgu përmes këtyre. Pjesa e kjo krizë do thotë nuk është unike për Kosovën, i ka ataku gjithë sektorët edhe gjithë vendet, posaçërisht sektorët ku gravitojnë më shumë diaspora jonë, si është tërtimtaria apo edhe hoteleria, që i kanë ndikuar edhe në vendet e destinacionet ku ata janë. Nuk e di, profesor, nëse ke ndonjë koment shtesë këtu ose këtu. Jo, absolutisht komentet Albanit besoj që ishin të mjaftueshme me kuptu. Veç se... Okej, jo veç dashta me shtu që çështja e remitencave që ka ndodhur është veç një shkallë më e madhe e zyrtarizimit kontributit diasporës, e cila deri më sot është dhënë kesh në Kosovë, pa mundësi për me qenë
me vizitu Kosovën. Atëherë ndodhë kjo cilën gjitha raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare po e klasifikojnë si rritje e remitencave. Në fakt është një paralele pothuajse e njëjtë si edhe me sektorin e punësimit. Kemi formalizim të punëtorëve në sektorin e punësimit, në ndërkohë ajo paraqitet si rritje e punësimit, e njëjta ndodh edhe me remitenca. Po profesor, ta kaloj fjalën. Përgjithësi gëzimi ka godit problemin, na nuk e din në fakt, nuk ka ndonjë studim valet se sa përqind e remitenca apo dërgesave të migrantëve dërgohen me kanale jo zyrtare. Ende nuk ka ndonjë mënyrë që ta vlerësojmë në ndikimin këtu, por nëse marrëm me tansi injeksionin e diasporës, dikun 700 milion remitenca dhe 400 milion për shpenzimet mëdha shërbimit gjatë vizitave të tyre, 1 miliard e 200. Atëherë nëse vetë jemi kemi dikun afër 200 milion, 150 milion ma shumë remitenca, por kemi dikun 300-400 milion ma pak shpenzime mëdha dhe shërbime, kështu që në përgjithësi edhe ndikimi i diasporës, do të thonë kur merret me tansi si kumulativ efekti i pozitiv i diasporës nuk do të jetë që ka qenë vitet e kalume, por do të jetë mundu për spaku për një 200 milion euro. Që se lejohet Alban me fol, se po përvoj me dorë, por nuk... Jo, vetëm angazhoj lirë. Ju përshëndes gjithë, a mund të flasë? Po. Faleminderit, profesor. Po, faleminderit. Po, japni s'kajmë shtesë me gjithë se profesori e dha, për këtë, ju përshëndes gjithë dhe ju përgëzoj për raportin profesor, ju dhe bashkëautorët e juaj, të raportit, po nisëm të eksporti i shërbimeve ose të dërgesat nga jashtë. Po është e vërtet u tha vetëm një plotësim. Donat e produktit vendor do të tregojnë në parë që ka një rënje të eksportit të shërbimeve që kryesisht megjithëse ndoshta këtë pjesë do të duhesh ta thosh te Banka Qendrore, kryesisht bojnë pjesë të shpenzimet e bashkëdhëtarëve tonë që vinë, e që nga njëherë nuk mund të ndahet me vijë se cilët janë dërgesa dhe cilët janë ato që ata i shpenzojnë, sepse shpenzimit kur e bojnë familje të ndaja me bashkëfamiljarët e tyre. Kjo është teksu si tërmujojnë e parë që ka pas një rënje për 0,75%, por shumë është teksu tërmujojnë e dytë me një rënje për 2,93%, afër 63%. Kjo do të vazhdojnë kjo rënje edhe në tërmujojnë e tretë, dhe pse ende se kemi publikuar. Në tash po i kthehem disa qëllimeve, profesor po filloj diçka të një, edhe pse jeni afër me rënjen ekonomike në raportin e juaj, tërmujojnë e dytë ka qenë 9,28, po ndoshta të ju keni përfshirë një periudhë pak më të gjatë. Matjet e tona vënë aspektin real duke i deklatuar me çmimet me indeksin e çmimeve që kanë efektet e inflacionit, por me zhvesh për asaj dhe por me pa real, ashtu ka ndodhur. U përmend ju që ka pas një rritje të industrisë dhe pse ka ndodhur. Ne kemi publikuar në tërmujojnë e dytë dhe jemi gjithë dëshmitar, janë dy vija kryesore, është energjia që ka pas një rritje të prodhimit. Qëndrimi në shtëpi, ekonomia në shtëpi ka vojë që konsumojnë më tepër energji. Dhe gjithashtu, si për çështjet të avistrisë, për gjithë ato çështje. Dhe një tjetër ka qenë jemi gjithë dëshmitar që industria shqimore, sidomos industria përpunuese e grurit, millit, ka pas një rritje enorm, edhe kjo nuk do të thotë që të gjitha janë konsumuar të ekonomisë shtëpiake, por ka pas një vërshim të lirës duke krijuar dhe rezerva të shtëpi me frikën që do të ndodh tash këtu kushtet e Covidit. Konsumi është rritë në efektin e inflacionit, do të thotë një pjesë e madhe të produkteve kanë pas që kanë qenë jashtë atyre vitale, kanë pas një rënje. Dhe konsumi ka qenë i matën të ekonomisë shtëpiake në baza reale, edhe për to të gjelë që sasi, vëllim të thotë mund të jetë në vlerë që kanë konsumuar më tepër, por për shkak të rënjes së disa çmimeve,
atëherë në sasi dhe ka pas një ngritje të konsumit. Rritjet e patunshmërisë mund t'jetë, po të shqyqohet me një tremujorën e dytë, tuku që ka një rritje, po ne presim së shpejti të publikojmë tremujorën e tretë dhe të shohim efektet, sepse tash veç jemi me një situatë që paka shumë konsiderojmë që sjelljet e konsumatorëve do të ndryshojnë. Nuk do të ketë atë trend sikur e kishte deri më tani. Është një ndjenjë e kursimeve, po kjo ka mund të ndodhë në tremujorën e dytë për pjesët e mbetura, zakonisht të patunshmërive, sektori real edhe ka pas një ngritje. Ndryshe sektor tjerë ashtu siç e përmend ndërtimtaria dhe gjitha, në tremujorën e dytë kanë pasur një rënje shumë madhe. Prej hotele dhe restorante, transporti ka pasur një rënje shumë madhe, ndërtimtaria dhe shumicën e aktiviteteve tjera. Qose ju mbeta bojës me ndonjë pyetje tjetër, jam i gatshëm të përgjigjem. Përndryshe këtë muaj ka marrë një pozitë ushtues detyrës kërë shefit ekzekutiv pas kadimit kontratës, edhe tash orientimet e mia janë pak më tepër të çështjet administrative, të buxhetit, agencisë edhe shpenzimit në këtë fond vit, edhe këtë pjesën tjetër po shpresoj që me kalimin e kësaj kohët mendohet edhe do të fokusohemi më tepër edhe pas planit edhe dinamikës pretendoj që do të bëjmë përpjekje që tregues ekonomik sidomos janë më të shpeshtë dhe më shpejt duke i referuar sidomos atyre planave administrative nga administratat tatimore edhe moduleve që i kemi për përpunimin e planave. Faleminderit. Profesor, mos patë në i koment për pjesën që ju i liris që? Jo, falenderoj Milirin dhe i dëshiroj sukses. Unë s'kam qenë vështru se detyrës në met ma gjatë, për në pasën e Ilirit në tash. Kam konë mirë me met pak ma gjatë. Në këtë drejtim, po e kemi pa, energjia do më thonë kemi prodhimi, energjisë është rritë në ekonomitë. Si kara, që ajo të regot për një aktivitet patur, në pak. Mirë po, sigurisht në një tremujorë nuk më të hapët gjitha vizje të shkropën tremujorë tjerë. Beten mu diskutu të të gjona, do të beten mu pa tretët, pak. Tremujorë dhe jusë dhe të shokëm, ma mirë tretët. Ka qalma. Atër, do i koment dikush tjetër? Profesor, nëse keni në i koment për mbyllës, para se të me përmbyll fund, nështë si reflektim edhe të diskutimit. Po, mendoj që nuk kam që ka staj shumë, për post atyne konkluzave, me të vërtet, betet problem shumë serios. Aftësia kumendore për të marrë vendime dhe konsolidimi i institucioneve edhe përgjegjësia e subjekteve politike që janë sidomos atyre që janë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Kjo është çështje shumë urgjente, më duket që po e refleksoj edhe një herë duke që ndëgju një eho për i biznesën. Sektori bankar është komod, i ka punë të mirë, por duket që masat që janë marrë kanë qenë parciale dhe jo një adekuate në situatën në cilën gjendet sektori privat. Prandaj patjetër duhet me rrugdalë lidhur me një moratorium rikrohtim, më thamë selektiv dhe kredive natyrisht, duke marrë pa koston, sepse kjo shtymja e këtyne për 3 muaj e pagesave, shumica biznese nuk i kanë edhe nuk i kanë shëtëgju për arsye se ajo veç ka rrit interes, ka rrit dhe ma shumë borë që ata nuk e ka shfrytzu. Prandaj,
unë di që Banka Qendrore ka mjete shumë kufizume, instrumentet e kufizume për rregullim, ashtu të thëmë, rregullim tregut, jo intervenim administrative. Megjithatë duhet me pa dhe që Banka Qendrore çka mund të bëjë më shumë bashkëpunim me qeverinë edhe me komunitetin e biznesit. Se shpesh herë ne jemi duke analizuar këtë situatë mirë të ngarkesës, se mallet komunitetit biznesit besa dhe të kustis me kredi. Tere, falenderit për Një ngarkesë të kredi në një situatë kur ti prodhon normalisht, ka një dimension krejt tjetër, ndaj një ngarkesë me një kredi kur ti shfrytëzon kapacitetet 30% ose 40%. Edhe kjo është një periudhë emergjente, domethënë derisa zgjat Covidi, duhet zgjidhet në zgjidhje. Mendoj se edhe këto i bankave ka një hapësirë për arsye se tash kapitalizimi është shumë më se sa mesatari europian. Edhe kthimin asete dhe kthimin në kapital. Edhe kështu që duhet me të vërtetë të shihet të çështje derisa zbohet vonë. Sepse problemi kryesor nuk është këto masa që ndoshta do të aprovohet ligji, qeveria do të merr këto masa. Po këto masa tash çfarë do të ndikimi tyre? Vetë që ndikojnë. Efekti i asaj që do të bëjmë me 6 muaj vonesë do të jetë shumë më i vogël se sa takshëm bën 6 muaj më herë. Kjo është komenti jam edhe brengosja jam e themelore dhe nuk po shoh shumë një brengosje të madhe të thënë drejtën. Kjo është brengosja e tretë edhe më e madhe, edhe në shoqëri edhe në përgjithësi për këtë situatë në të cilën mund të ketë pasoja të rënda në aspektin social, ekonomik dhe politik. Saktë. Faleminderit profesor për komentet e fundit. Pajtona nuk mujme i dhonë mjaftueshëm i hunë kësaj thirrjes që duhet ketë konstruktivitet më të madh, po edhe duhet ketë një rishikim të projekt ligjit për rimëkëmbje në atë mënyrë që t'i përbrendësoj ndryshimin e situatës bazë prej ku jemi nisë, sepse në qoftë se projekcioni kur është hartu projekt ligji ka qenë që ronjë do të jetë 3%, atëherë përgjigjja përmes instrumenteve politike nuk do të jetë adekuat në një rrethon 3 kur sipas shumicës projekcioneve rritja do të jetë afër 9% ose mbi 9%. Unë horizontalisht këtë dy janë me kënaqë, duhet me po të zgjedhë ku ka nevojë. Njerëz më të vorë, po edhe rritja ekonomike e punësimit investimit. Të dy komponentët duhet me qenë qartë. Saktë. Atëherë nëse nuk ka ndonjë koment përfundimtar të fundit për dikujt tjetër, unë po e përbylli, duke i falënderuar që morët pjesë sot. Ne do të angazhohemi që këto rekomandime të përcjellim edhe tek institucionet, se siç u tha edhe në hyrje prej profesorit Mohamed, qëllimi mes tjerash i raportit është që me tentu me inicu një diskutim sa më konstruktiv ku krijohet hapësirë për me pas diskutim të arsyeshëm për këto tema që na tangojnë gjithë. Po ju falenderoj